Për shembull, le të themi që vajza jote dëshiron të bëjë diçka. Çfarë është diçka që ajo bën që ti nuk do që ajo ta bëjë? Ka disa. Zgjidh atë që të shqetëson më shumë. Ajo aktualisht po del me dik. E di. Më ka thënë edhe vetë që, në rregull e kuptuam. Karakteristikat që ai ka, ajo vetë ka thënë që në fillim nuk i pëlqenin, por i dha një mundësi. Kjo është një nga gjërat. Pra nga goja e saj, ajo ka pranuar që nuk është personi me të cilin vërtet do të donte të ishte apo jo? Po, por gjithsesi ka vendosur të jetë me të paktën për tani. Po, për tani. Tani nga këmbvështrimi yt, ajo po të tregon një gjykim jo të mirë. Ajo që ti po përpiqesh të bësh është ta ndihmosh të gjej rrugën e rezistencës më të vogël duke i shpjeguar gjëra që vetëm jeta mund t'ia mësojë, duke i shpjeguar gjëra që as ti vetë nuk po i demonstron një shindi të kohës, duke u përpjekur të përdorësh fjalë kontroll, duke u përpjekur disi të kapërcesh rezistencën e saj, rrugën e saj të rezistencës më të vogël. Dhe ajo që duam të ndjesh është se sa e vështirë është kjo. E di, sepse ke kohë që po e përpiqesh dhe kjo ka sjell edhe probleme mes teje dhe partneres tënde. Tani le të mendojmë pak për rrugën e rezistencës më të vogël për ty. Rruga e rezistencës më të vogël për ty nuk ka të bëjë me sjelljen e të tjerëve, ka të bëjë me përputhjen tënde me veten. Kështu që do të bëjmë disa pyetje, tani që kemi vendosur një bazë dhe ti na trego se cila ndjehet si rruga e rezistencës më të vogël për ty. Ta mbyllësh në dhomën e saj apo ta lejosh të hyjë e të dalë si të doje? Cila ndjehet si rruga më e lehtë? Ta lejosh të hyjë e të dalë. Ti tregosh gjithçka që di për marrëdhëniet apo ti lejosh kohë të ketë përvoja vetjake? Cila është rruga më e lehtë? Ta lejosh të ketë përvoja vetjake. Ende jemi pak më shumë në anën e veprimit se sa duam të jemi, por është aty ku je ti tani dhe duhet të nisësh në aty ku je. Nuk mund të hidhemi me një herë në një vend të ri. Ta bindesh nënën e saj të shohë këmbvështrimin tënd apo ti japësh një pushim gjithkësaj? Ti japësh një pushim. Të marrësh djalin dhe ti tregosh rregullat apo të kuptosh që ashtu si vajza jote edhe ai nuk është shumë i impresionuar nga ty? E dyta, të shqetësohesh për vajzën tënde apo ta besosh atë? Cila është rruga e rezistencës më të vogël? Ta besosh atë. Të parashikosh se gjërat do të shkojnë shumë keq apo ti japësh asaj kredite për një farë ndjeshmërie? Ti japësh kredite për ndjeshmërinë e saj. Po rregullohet bukur kjo apo jo? Tani le ta çojmë edhe më tej. Le të shohim sa shumë rezistencë u shpërbë. Ajo është krijuesja e realitetit të saj. Unë jam krijuesi i realitetit të saj? Ajo është krijuesja. Për të sheni mirë në diçka, e ushtron ata spak apo çdo ditë? Çdo ditë. Ajo do të vijë në njohjen e saj me mua duke ndjekur çdo hap të saj apo me mua duke u tërhequr dhe duke i besuar që ajo di çfarë po bën? Duke u tërhequr. Unë ndërhyj vajza ime jo? Vajza ime nuk ndërhyn. Dëshira ime është të bëj çfarë mundem për t'i ndihmuar të ndjejë udhëzimin e saj të brendshëm apo të bëhem unë udhëzuesi i saj? Të bëj çfarë mundem për ta ndihmuar të ndjejë udhëzimin e saj të brendshëm. E inkurajoj udhëzimin e saj përmes besimit apo dyshimit? Përmes besimit. E inkurajoj përputhjen e saj përmes pritshmërisë pozitive apo mendimeve të bazuara në frikë? Pritshmëri pozitive. Do të luajmë pak me ty tani. Nëna e saj ka instinkt të mirë për këtë apo të keq? Instinkt të mirë. Kjo nuk ka të bëjë me mua që kam të drejtë apo me nënën e saj që ka të drejtë. Ka të bëjë me të dy që duam që ajo të shndrojë në një vend të udhëzimit të saj të brendshëm. Unë ose nëna e saj presim të jemi me të në çdo vendim që ajo bën përgjithmonë? Jo. Ajo është më vete dhe ka qenë për një kohë për shumicën e vendimeve që bën. Është natyrale që ajo të bëjë zgjedhjet e saj. Është natyrale që ajo të jetë pika e saj e tërheqjes. Është natyrale që të ndjek instinktet e saj. Është natyrale që të përjetojë kontrast që ta ndihmojë të identifikojë çfarë dëshiron. Është natyrale që të dijë çfarë nuk dëshiron, që të dijë çfarë dëshiron. Është natyrale që ajo ka krijuar vorteksinë e saj. Është natyrale që ajo ka krijuar realitetin e saj vibracional. Është natyrale që shenja e saj e brendshme e njeh atë. Është natyrale që shenja e saj e brendshme e do atë. Është natyrale që shenja e saj e brendshme po e thërret drejt asaj që ajo dëshiron. Unë dua që ajo të thirret nga shenja e saj e brendshme më shumë se nga unë. I besoj qenies së saj të brendshme më shumë se sa vetes. Qenia e saj e brendshme është 100 në vorteksinë e saj, duke e thirrur drejt asaj që dëshiron. Ndonjëherë unë nuk jam në vorteksin tim kur e vendos ligjin. Shpesh jam jashtë përputhjes. Është e drejtë që ajo të dëgjojë diçka që vjen nga brenda saj në vend të diçkaje që i kërkohet prej saj. Instinktet e saj janë të sakta. Nuk kam pse të shqetësohem për të.
Kam apo nuk kam? Nuk kam. Cila është rruga e rezistencës më të vogël? Të mos shqetësohesh. Unë dua që ajo të gjej rrugën e saj apo dua ta udhëheq në çdo hap? Dua që ajo ta gjej vetë rrugën e saj. Këto janë pyetje shumë interesante, sepse shumë prindër duan të besojnë se ata e din çfarë është e drejtë dhe duan të udhëheqin fëmijët në çdo hap. Por në emocionet e tyre negative nuk mund të jenë më të pasigurt. E kupton për çfarë po flasim? Ka qenë një bisedë vërtet shumë e mirë. Tani, a mendon se ajo që po flasim në të gjitha orët që kemi kaluar bashk, në të gjitha vitet që kemi luajtur me kaq shumë për jush, është dëshira jonë që më në fund ta kuptoni dhe ta bëni drejt? Apo mendon se jeta vazhdon të zgjerojë, që ti vazhdon të shndrosh në vende të reja, dhe janë këto vende të reja që i japin lindje dëshirave të reja? Po të kishe pasur për qëllim të shndroje i njëjtë me atë që ishe, nuk do të ishe ardhur në një ambient në vijën e parë që shkakton zgjerim. Dhe po të kishim pasur për qëllim të shndronim të njëjtë, nuk do të ishim pjesë e këtij bashkëkrijimi. Me fjalë të tjera, nuk mund ta bësh gabim dhe nuk do ta mbarosh kurrë. Asnjë nga ne nuk e bën gabim dhe nuk e mbaron ndonjëherë, sepse zgjerimi vazhdon të ndodhë. Edhe disa pyetje, çfarë është më argëtuese, të shndrosh në stagnacion apo të shtrihesh drejt sëres? Të shtrihesh drejt sëres. Çfarë është më kënaqësi, të dish çdo gjë për çdo gjë apo të mos dish disa gjëra dhe të jesh në aventurë? Të mos dish disa gjëra. Sa e freskët dhe e mrekullueshme duhet të ndihet të jesh vajza jote, me gjithë këtë jetë të bukur përpara, duke nisur të zbulojë lirinë e saj dhe reagimin e universit ndaj vibracionit që ajo emeton. Sa mrekullueshme duhet të jetë për çdo në formë fizike të ketë një baba ose nën ose të dy që shndrojnë në besim të plotë në aftësinë e tyre për të udhëhequr jetën e vet. Sa shumë ndihmon kjo që ata të gjejnë përputhje me atë që ata vërtet janë. Ne nuk duam që vajza jote të ketë nevojë për aprovimin tënd dhe ajo po ta tregon të njëjtën gjë. Ajo nuk do që ti të mendosh se ajo ka nevojë për aprovimin tënd. Ajo që dëshirojmë për të gjithë ju është që të dilni nga puna e të tjerëve dhe të ndiqni rrugën tuaj të rezistencës më të vogël. Sepse ja e vërteta e të gjitha të vërtetave. Ka kaq shumë në vorteksin tënd për vajzën tënde, është e gjitha për mirëqenien e saj, është e gjitha për lulëzimin e saj, është e gjitha për shkëlqimin e saj, është e gjitha për fundin e lumtur të saj, është për të gjitha gjërat që ti dëshiron për të. Ajo është në vorteksin tënd. Dhe kur ti ja heq vëmendjen kushteve që ajo po paraqet dhe e vendos vëmendjen në vorteksin tënd dhe se si ndjehet të jesh në përputhje me të, atëherë gjithçka që dëshiron për të do të rrezatohet nga ti vibracionalisht dhe kjo është gjëja më e mirë që mund të bësh për çdo. Po, dhe është shumë. Nuk është fshehje e kokës në rërë, nuk është injorim, nuk është të jesh prind i keq. Është të jesh prind i udhëzuar nga inteligjenca e pafundme. Është të jesh prind që bashkon forcat me burimin brenda saj. Është prind që e thërret atë drejta asaj që ajo vërtet është. Është prind që beson në të, që i beson asaj, që vëzhgon për dëshmitë e përputhjes së saj. Ky lloj prindërimi do të sjellë jetë edhe tek ti. Ka kaq shumë prindër që flasin për vitet e adoleshencës dhe si i lodhin ata. Dhe ne themi, ti po lodh veten dhe po përdor fëmijët e tu si justifikim për të mos qenë në përputhje me veten tënde. Dhe një justifikim është po aq i keq sa tjetri. Por të gjithë ndjehen keq, apo jo? Sigurisht. Mjaftueshëm? Po, shumë mirë. Faleminderit shumë.